Çmimi i qirave të apartamenteve në Fier edhe për vitin 2025 ka vijuar në rritje. Sipas ekspertëve të agjencive imobiliare, 5-vjeçarin e fundit ka një rritje prej 40% teksa theksojnë se edhe zonat më të lira çmimet nisin nga 150 deri në 180.000 lekë të vjetra. Agjendja imobiliare Arta Progonati rendit një sër arsyesh që kanë ndikuar në këtë rritje të ndjeshme si shpërngulja në qytete të moshuarve, për të qenë më pranë qendrave të banuara dhe në spitale, në periudhën e koronavirusit, shpërngulja edhe e nxënësve të shkollave rurale apo edhe akomodimi i stafeve të huaja për ndërtimin e paneleve fotovoltaike në zonën e Semanit e Darzezës. Çmimet janë rritur pothuaj 40% të çmimeve të qerave. Arsyet në Fier të paktën janë kryesisht ardhja e stafeve të huaja për mbas fillimit projekteve të ndërtimit paneleve fotovoltaik, kryesisht në zonën e Semanit dhe Darzezës, qytetin e Fierit. Tjetër arsye është edhe zhvendosja territoriale e çifteve të moshuar, për të qenë sa më afër qendrave të banuar dhe spitalit. Tjetër arsye e zhvendosjes kanë qenë familjet e vogla për arsimimin e fëmijëve, kryesisht fshatrat tona janë zbrazur dhe për fëmijët ka qenë e nevojshme zhvendosja në afër shkollave. Çmimet e qerave janë rritur jo më pak se 40%, pra nëse flasim në 2021, në qoftë se një apartament mund ta gjejë me një çmim 18.000 lekë, një apartament mirë, sot për ta marrë atë do duhen jo më pak se 30.000 lekë, 25 deri në 30. Zonë e preferuar gjithmonë mbetet qendra. Rritja e çmimeve të qirave të apartamenteve është kthyer në një problem shqetësues për qiramarrësit, pasi e përballojnë me vështirësi. Janë të shtrenjta, për arsye se një pjesë janë të papunë, një pjesë me pensione nuk e përballojnë dot. Dhe kështu që është vështirë, do llogaritu aty jetesa komplet plus qiras, ujë, drita, dikur që s'mund me ilaçet, ti mbledhësh total, nuk i mbledhet për të ngrënë, po ta dhurojtish. Këtu çalonin çik muhabeti, dhe thonë që do shkojnë vdet e Europës, po të pakën do të arrin, jo si ata, po stadi jetesës tjetë afërsisht me ta. Që të kalojmë atje. Jo vetëm me çmime si Europa. Jo, me çmime si Europa. Do ketë diçka përmirësim në këtë drejtim. Edhe populli një fakt lajësie një parë për krahje nga shteti. Këto mendime kisha më lije me këtë që më pyete. Unë jam një qytetar në Fieri. Kam marrë këtu prej 5 vitesh. Dhe kam marrë një shtëpi me qira dhe nuk ja dalim dot me këto me punën që bëjmë, dhe unë jam në shtëpi jetoj me 2 kurora. Prapi kemi kushe të vështira, duam të gjejmë një shtëpi, po janë shumë të shtrenjta. Janë mbi 300.000 lekë. Ju sa paguani në apartamentin që keni marrë? Unë paguaj 200.000 lekë. Apartamenti janë, po prap nuk janë ato kushte që ta përballojnë. Tash jemi në një pritje për një shtëpi, si jemi 2 kurora, të shohim, presim. Nga ana tjetër, agjentët imobiliar pohojnë gjithashtu se kërkesat më të larta vijnë nga vendasit, ndërsa theksojnë se karakteristikë është fakti se qiramarrësit nga zonat rurale preferojnë zona qendrore, ndërsa fierakët preferojnë periferitë.